Fjalori i madh i gjuhës shqipe është tashmë një nga veprat më të rëndësishme leksikografike me një veçanti të spikatur për numrin e madh të fjalëve dhe kuptimeve që përfshin. Në hartimin e tij janë përdorur bazat e gjera burimesh dhe kanë kontribuar akademik nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, duke përfshirë gjithashtu edhe fjalë të trashëgimisë arbëreshe. Ky fjalor synon të ndërtojë një shqipe gjithëpërfshirëse që pasqyron pasurinë gjuhësore të të gjitha trojeve. Një nga risitë e këtij fjalori është ajo që bie në sy që është numri i madh i fjalëve dhe i kuptimeve, çka do të thotë që është përdorur një bazë e gjerë burimesh, çka ka bërë pjesë të fjalorit pasurinë e dialekteve, e cila është një pasuri e padiskutueshme e gjuhës. Ka pasur, po themi, një përdorim të madh burimet edhe, po themi, element të fjalorit të futur nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, po dhe po, nga Malizi, edhe ajo që është më rëndësishme edhe nga arvanitasit dhe arbëreshët e Italisë. Vepra është tashmë e aksesueshme online përmes platformës fjalori.online, duke ofruar qasje të lirë dhe të hapur për të gjithë përdoruesit. Platforma do të qëndrojë aktive për një periudhë 9 mujore, kohë gjatë së cilës studiues, pedagog dhe përdorues të thjeshtë mund të japin mendime, sugjerime dhe plotësime për përmirësimin e mëtejshëm të fjalorit.